Jemi vetëm neshët e para të kampionatit. Normalisht kena bërë mirë, kishim mujtë me bërë dhe më mirë, sepse edhe golin që kena hongër minutat fundit, në durët akoma kam edhe në ty. Nesha me Dinamon prap kena bërë lojtë mirë, në përgjithësi jam i kënaqur, por është vetëm fillimi, duhet të karikojmë bateritë këto 2 javë, ta shijojmë këtë vend dhe më të punojmë shumë për me mojnë, sepse me mojnë është më vështirë se me kohë. Ma shumë jam i lumtur se i morëm 3 pikë dhe tash jemi në vend parë, kështu që kemi tash 2-3 ditë pushim, po nuk do të më gëzu. Vetëm se kemi fitu këtë ndeshje, po do të me mbajt vendin e parë, kështu që s'kemi shumë kohë për me festu. Unë mendoj që t'jem bërë një ndeshje të mirë, vujtën në fund, po vujtja është kur e myll me këtë rezultat, vujtja është e mirë, sepse ka ditë që duhet shtrëngohesh, s'duhet pësosh gol, dhe t'jem të bolin perfekt, bravo i qoftë. Kemi rraf Ignati në ndeshjen e parë, fitum tash me Elbasanin edhe jemi tu të regu se jemi lider kryesor, kështu që duhet po them edhe njerë, duhet ta marrim ndeshje pas ndeshje edhe vetëm të luajmë kështu si kemi luajtur këtë ndeshje. Ne tonë të gatshëm me sakrifiku deri në ekstrem për me mojt vendin e parë. Do t'jetë vështirë, është kampionat i gjatë, skuadrat janë të mira, skuadrat janë të forta. Në gjitha fushat është e vështirë me lujt, gjithkush mundet me të qitë probleme, gjithkush mundet me të rashë, si që kampionati jetim. Pavarësisht është që jemi në rrugën e duhun, por mentalitetin duhet ta kena më të fort, mentaliteti duhet jetë gjithë secili i bindur në kokën e vet që kena potencial mund na me dorë dhe kështu jetë përpara. Po normal është shumë ndjenjë mirë kur tifozët Shkodran thrasin emrin tonë, kështu që po them edhe një herë i thras me çdo ndeshje të na vinë me një numër kaq të madh sa ishin sot edhe nuk bën me qenë shumë euforik.